Rreziku për përsëritjen e veprës penale, prishja e provave dhe rreziku arratisjes janë në themel të argumenteve të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për masën e sigurisë së pezullim nga detyra të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Styri televizion ka siguruar një pjesë të vendimit të martë nga gjyqtari Erion Çela, ku evidentojnë dhe arsyet që e çuan gjykatën në këtë vendim për Ballukun. Gjykata vlerëson se në rastin konkret ekziston rreziku i largimit të pandeurve të sipërcituar, nisur nga sanksioni dhe marzhi i lartë që parashikon ligji për veprën penale që ata dyshohen, konkretisht nga 1 deri në 5 vite burgim për veprën penale të parashikuar nga neni 258 i Kodit Penal, duke marrë parasysh rrethanën se të pandeurit dyshohen për këtë vepër penale të kryer 2 herë dhe në bashkëpunim. Nga ana tjetër, në vendimin e GJKO, argumentohet dhe rreziku që ka për prishjen e provave. Për shkak të detyrës që ushtron e pandehura Belinda Balluku, aktualisht me funksionet e larta shtetërore, zëvendës kryeministër i Republikës së Shqipërisë dhe ministër i Energjisë dhe Infrastrukturës, por edhe të pandehurit të tjerë, Gentian Gjyli, aktualisht me detyrën e drejtorit të përgjithshëm të Autoritetit Rrugor Shqiptar, Eral Delezi, me detyrën e administratorit të Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare. Ekziston mundësia që ata të mund të ndërhyjnë dhe të ndikojnë në prishjen ose asgjësimin e provave, në krijimin e rrethanave që vështirësojnë mbledhjen e provave. Një tjetër rrezik për gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar është edhe përsëritja e veprës penale. Në rastin konkret, për shkak të rrethanave të faktit dhe personalitetit të pandehurve të sipërcituar, duke qenë në ushtrimin e funksioneve respektive të tyre për shkak të detyrës, ekziston rreziku që ata të mund të kryejnë krime të njëjtit lloji, me atë për të cilën po procedohen. Kjo lidhur me rrethanat e veprimeve të kundërligjshme të pandehurve në disa procedura prokurimi, si dhe nisur nga fakti se të pandehurit menaxhojnë në vazhdim fondet publike për investime publike të tjera të nga institucionet qendrore që ata drejtojnë. Me vendim të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar nga 20 nëntori, Belinda Balluku nuk mund të ushtrojë më asnjë kompetencë të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Balluku është marrë pandehur për ndërtimin e 190 milionë euro të tunelit të Llogaras, por dyshohet edhe për tenderi 21 milionë euro të ndërtimit të lotit 4 të Unazës së Madhe të Tiranës.